Përsa i përket aktualitetit kulturor që gjendet sot në Shqipëri, duhet thënë se muzika jonë sot ka pasur ndryshime, edhe mënyra se si publiku vetë percepton muzikën është komplet e ndryshme. Duhet thënë që muzika sot ka dalë paksa nga shtrati i saj, dhe këtë mund ta themi sidomos për muzikën popullore e cila është dizekuilibruar shumë vitet e fundit, kemi humbur shumë nga origjinaliteti, shpeshherë kënga denaturohet, del nga shtrati i saj, kemi huazime të shumta, shpeshherë me tepridhe të panevojshme, por duket se muzika e jugut e ruan paksa ato origjinalitetin, pasi personazh kryesor i muzikës polifonike vion të jetë këngëtar i cili dita përcjell këngën ashtu siç duhet, po kështu edhe muzikës instrumentale, ku mund të themi se klarineta është një personazh prijës i shumë këngëve popullore, i vallave popullore në zonën e jugut. Pra, edhe defi ruhet pavarësisht se në një mënyrë tjetër, në një mënyrë paksa më të sofistikuar në studio, megjithatë teknologjia muzikës së jugut nuk i ka zbërë dot asnjë element, pasi është një muzikë që ruhet në krahasim me muzikën e Shqipërisë së Mesme, e cila është denaturuar së tepërmi me këto huazimet që thash dhe zbukurimet e tepruara të cilat e kanë zhbërë shpeshherë atë çka është arritur, atë çka është fondamentale për kulturën muzikore të Shqipërisë së Mesme. Si muzikologe dhe si redaktore e muzikës në Radio Tirana, konstatoj që muzika viteve të fundit duhet thënë është tepër e vështirë për të ruajtur. Kjo pasi mungojnë ekspeditat në terren, mungojnë arkivistët e pasionuar dhe të përkushtuar mbi të gjitha specialistët të cilët do të dinin të ndanin në një rend shkencor këto visare folklorike. Por ajo çka është më e rëndësishme është se ka mbaruar kërkimtaria e gjerë sa i takon gjurmimeve dhe kërkimeve në terren. Dikur bëheshin kërkime në terren në mjedise edhe jo të favorshme, në mjedise të thepisura malore, megjithatë të gjithë ata të cilët mblidhnin muzikën folklorike dhe e kategorizonin në një rend shkencor, tashmë nuk janë më, shpeshherë mungojnë ekspeditat dhe kërkimet në terren çka do ta bënin një studiues që gjithmonë të kishte një mënyrë për të gjetur atë lëndën e parë burimore folklorike, e cila në zonat rurale, në zonat e thella malore, në zonat e epërme, nëse mund ta themi kështu, në krahinat e veriut, pikërisht atje gjendet, dhe pikërisht kjo lëndë e parë burimore folklorike mund të shërbente si inspirim edhe për krijimin e veprave të mëdha serioze, ashtu sikurse ka qenë dikur kur shpreha e kombëtarizmit ishte e qartë në veprat e mëdha të muzikës klasike, dhe prandaj këto vepra merrnin atë popularitet të gjerë dhe